U rikthyem përsëri në transmetim të drejt për drejt në temën e ditës, edhe pse një ditë e hënë fillim jave ka zhvillime politike intensive, sidomos ato që vijnë nga drejtësia dhe jo vetëm. Erion Veliaj ka vendosur që të ankimon në gjykatën kushtetuese shkarkimin e tij nga Këshilli Bashkiak i Kryeqytetit. Pikërisht do ta deshifrojmë pak këtë veprim të zotit Veliaj dhe avokatëve të tij, por do flasim edhe për Partinë Demokratike, si po shkon ajo drejt zgjedhjeve të pjesshme lokale dhe a do ketë një kandidat që vjen nga politika apo nga shoqëria civile. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në këtë pjesë zotin Preç Zograj, publicist i njohur, por sot në cilësinë analistit politik. Zograj, faleminderit, kënaqësi që të kam. Faleminderit për ftesën. Besoj e ke ndjekur dhe ti, por të marrim hapasapi. Çfarë do thot për Partinë Socialiste ankimimi që i ka bërë zoti Veliaj në gjykatën kushtetuese të procesit të shkarkimit nga Këshilli Bashkiak? Thjesht e qartë do të thot mos pajtim i zotit Veliaj dhe avokatëve të tij me vendimin e Këshillit Bashkiak, të mazhorancës socialiste në Këshillin e Bashkisë dhe të qeverisë dhe të kryeministit Rama. Ishte një veprim i paralajmëruar dhe nga avokatët e zotit Veliaj. Pra nuk pajtohemi, nuk biem dakord me këtë vendim. Kështu me thënë thjesht. Ka të drejt apo jo? Para se të kaloj pak të interpretimi, apo shkojmë drejt një përplasje, por e kam pyetje tjetër, por ka të drejt zoti Veliaj deri këtu ligjërisht duket gjithçka në rregull. Po, në rregull, në çdo përplasje në aulën e gjykatës, të çdo lloj gjykate, përplasen gjithmonë dy të drejta në perceptimin e palëve që shkojnë atje. Zoti Veliaj mendon se ka drejt, mendon se neni i shkarkimit të Kryebashkiakut, që mbi cilin është mbështetur Këshilli Bashkiak, ka një mundësi interpretimi, duke vënë lidhje me pjesë të tjera të legjislacionit tonë, ndërkohë që Këshilli Bashkiak dhe kryeministri mendojnë të kundërtën që ligji është taksativ, pra ligji që thot kryetari i bashkisë shkarkohet nëse nuk paraqitet për gjatë 3 muajve në punë, pa asnjë shtesë tjetër, pra jo me arsye, jo pa arsye le këtu, mendojnë se ky afat është zaruar. Gjithsesi, kur palët i drejtohen një gjykate, siç është në rastin konkret gjykata kushtetuese, duhet presin me qetësi verdiktin e gjyqtarit. Politikisht, si mund të interpretojmë dhe apo shkojmë drejt një skizme në PS, apo është ende larg, apo shkojmë ndoshta drejt një përplasje mes grupeve në të ardhmen, apo jo? Siç e thash, po shtoj edhe një fjali nga pikpamja ligjore, juridike, kryeministri që nisi këtë që po ndodh, dhe mazhoranca socialiste, mendojnë kanë mbajtur parasysh se nuk mund ta lënë varur në të panjohur e një procesi gjyqësor që s'dihet kur mbaron drejtimin e Bashkisë Tiranës, që është bashkia më e madhe e kryeqytetit. Nga ky pikpam unë them se shqetësimi i tyre është legjitim, sepse ne e dimë që gjyqjet në Shqipëri fillojnë dhe s'mbarojnë kurrë. Por bashkia e Tiranës është e madhe, nuk mund të krahasohet me bashki tjera të vogla që herë drejtohen edhe nga nën kryetar apo me kryetar të emëruar përkohësisht. Por nga pikpamja politike, siç e shtroni ju, kjo që ka ndodhur është ngjarje për këtë arsye. Ankimimi tregon se koha kur Erion Veliaj mendonte, apo ka bërë sikur mendonte, se ka mbështetjen e kryeministrit në këtë kalvarin e ri që ka nisur me drejtësinë, pra koha kur mendonte kështu ka mbaruar. Pra tani janë hequr tëra maskat, nëse po themi kështu në mënyrë figurative, jo se ka pas kush mask, po tani kanë rënë të gjitha maskat dhe tani kanë dalë, palët kanë dalë, si me thënë, ballë për ballë, dhe me thënë, si palë kundërshtare. Pra, Veliaj në këtë rast pozicionohet kundër Ramës dhe kundër qeverisë tij dhe kundër Këshillit, mazhorancës së Këshillit Bashkiak, si një person që qëndron në skajën tjetër të litarit. Ka pas shumë diskutime edhe nëpër studio që mos është kjo një lojë, mos Rama përpiqet në atë mënyrën e vet që ta lehtësojë Veliajën,
Veliaj ka shumë për të thënë programin, por nuk do të shprehet sepse pret që nuk do që ta caroj marrëdhëniet e tjera. E gjithë kjo ka marrë fund, unë kam menduar gjithmonë se kështu do ndodhë, sepse nuk kam parë shumë prapaskena, me thënë drejtën në këtë histori, pavarësisht se çfarë thuhet. Nuk rezulton që ka pas në interes konkret kupola Partisë Socialiste për të goditur Erion Velin. Përkundrazi, mendoj se ata e kanë patur gjithmonë një nga figurat me peshë elektorale dhe një aset të partisë tyre. Mendoj se gjithçka ka ndodhur lidhet me akuzën. Dhe prandaj betejë ose sfida reale e Erion Velis është sfida me akuzën. Ai ka betejën me akuzën. Në këtë betejë ai rilind ose vdes përgjithmonë politikisht. Pjesa tjetër që ka të bëjë me karriget, me zgjedhjen, me postin, kështu siç kanë ardhur punët, janë sekondare tani. Por ai ka dalë tani, nëse ka gjë për të thënë, du ta thot tani. O tani o hesh për gjithmonë. Mos presi që ti mbyllën dyert nga mrapa kurrizit, se atëherë nuk i peshon më fjalë. Për ta mbyllur diskutimin për Veliajn, mbyllet kapitulli politik apo gjithçka varet nga vendimi përfundimtar i gjykatës? Sigurisht që ai ka marrë një goditje, sepse ka marrë ka rënë, si më thash, kjo që ka ndodhur, domethënë është rënja e tij nga një post shumë i lartë që është i bashkisë, por ai do përballet në gjykat me 13 akuza, që janë shumë. 13 akuza janë shumë. Dhe publiku do shohë, sepse në fundit prokuroria, akuza nuk bën drejtësi, nga herë i keq kuptojnë në Shqipëri, drejtësinë e bën gjykata. I gjithë publiku interesuar do pres vendimin e gjykatës, në qoftë se akuzat bien, pra gjykatat, gjykata nëse sillen në shkallë, ose në shkallën e parë, ose në dytën, ose më lart, i rrëzojnë akuzat, sigurisht që ai ka një mundësi për të rilindur politikisht si dikush që është atakuar padrejtisht. Pavarësisht se si do të jetë marrëdhënia e tij me Partinë Socialiste, por besoj se po ndodhi kështu, nuk ka arsye që Partia Socialiste ta konsiderojë të mbylli derën. Por betejë është në gjykatë, nëse ai akuzat vërtetohen nga gjyqtarët, sepse prokuroria e ka thënë fjalën e vet, në të gjitha shkallat e gjykimit, atëherë karriera e tij konsiderohet e mbyllur për gjithmonë. Do kaloj pak tek opozita. Duke sikur ka vështirësi për të gjetur kandidat për këto zgjedhje të pjesshme. Nuk është vetëm kryeqyteti, padyshim është gara më e rëndësishme, por është edhe Cerriku, është Vlora, Tepelena, Berati dhe Mati. Pra janë 6 bashki afërsisht. Si mendon Zogaj, opozita do gjej kandidat që do jenë politik apo do jenë kandidat nga shoqëria civile, sidomos Tirana, që është debati më i rëndësishëm? Të them drejtën, e kam dështirë të parashikoj se çfarë kandidati do gjej opozita. I ka eksperimentuar kjo opozit, ka bërë eksperimente të vazhdueshme në lidhje me profilin e kandidatit për kryetar bashkie në Tiranë, ka eksperimentuar edhe me kandidatura shumë politike, ka eksperimentuar me kandidatura gjysmë politike apo nga shoqëria civile, po themi në rastin e doktor. Pra i ka bërë kështu eksperimente. Nuk di që do ndodhë, por është drejt ajo që po mendohen shumë, sepse Bashkia e Tiranës është bashkia më e madhe në Shqipëri dhe u bën vite që kjo bashki është shndruar në një bastion të Partisë Socialiste. Gjatë gjithë këtyre shumë viteve, vetëm 2 herë ka qeverisur Partia Demokratike, në vitin 1992 dhe 2011 me një rezultat shumë ngushtë, pastaj u bën disa legjislaturë, mandate që Partia Socialiste jo vetëm fiton, por fiton bindshëm. Pra nga kjo pikpamje, betejë për Tiranën, domethënë është betejë për rilindjen ose jo të opozitës si opozitë fituese, si alternativë reale e pushtetit. Nuk është një shaka. Pra që po kërkojnë e po mendojnë shumë, më duket normale. Se çfarë do gjejnë, unë mendoj se opozita duhet guxojë
të gjej zgjidhjen më të mirë, që ajo nuk mund t'ja sugjeroj unë, cila është zgjidhja më e mirë në këtë rast, të gjej kandidatin më të mirë, me qëllim që sigurisht të futet në betejë për fitore, sepse kush futet në betejë për fitore futet, ndryshe s'ka pse futet, por përtej dëshirës së përhershme për fitore, të futet në betejë për të ngushtuar rezultatin minimalisht, sepse kështu shkohet drejt fitores. A 60.000 që ishte hera fundit, paktën të jetë një humbje më dinjitoze, nëse nuk e dimë. Drejt fitores gjithmonë kështu shkohet, do të thënë, nga një humbje mesatare të një humbje më e vogël, të një humbje më e vogël derisa bëhet parakalimi. Pra shkohet përmes humbjeve, shkohet drejt fitores. Për fat keq këtu tek ne në Shqipëri ka disa vite ka ndodhur kundërta, që shkohet nga humbja më e vogël tek humbja më e madhe, më e thellë. Dhe kjo u vërtetua edhe në zgjedhjet e fundit politike parlamentare në Tiranë, të cilat gjithashtu janë zgjedhje, me thënë, të tiranësve, janë vota të tiranësve, nuk kanë një dallim të madh me zgjedhjet për kryetarin e bashkisë, është po ky elektorat. Kështu që vështirë kanë, sepse themi të vërtetën, zgjedhjet edhe për kryetarin e bashkisë Tiranës janë zgjedhje pak a shumë politike. Nuk janë strikte garë e dy kandidatëve që përplasen në fund. Është një test për partitë. Është më shumë, është një test për partitë, është një test për drejtimin e partive, dhe pra votohet partia, votohet kryetari i saj edhe në zgjedhjet vendore. Nga kjo pikpamje mendoj që vështirësitë janë të shtuar, janë të shumta për Partinë Demokratike dhe për opozitën, sepse ajo por post fakti që pësoj një humbje të thellë, shumë më të thellë se sa në 2021 në zgjedhjet e fundit parlamentare, është në një gjendje kaotike, si që shoh unë, sepse nuk po kuptohet çfarë kërkojnë, ku duan të shkojnë, a kanë ndërmend të bëjnë diçka që lidhet me reformimin, me rinovimin, apo janë, si thua, është ngulfatur në atë grupin e ngushtë deputetëve kryesisht besnik, që ka Berisha rreth vetës, që nuk bëhen dot mazhorancë, nuk bëhen dot një subjekt, një faktor fitues. Gjitha këto janë çështje për tu diskutuar, por për të ardhur tek fundi, tek pyetja përsëri, do shohim, nuk mund të them se çka ka ndërmend të bëjnë. Zogaj, po pjesa e tezës për një kandidat pan-demokrat, pra përtej demokrat, e ka hedhur zoti Egron Shehaj, të jetë një figurë e cila përfaqëson gjithë opozitën dhe drejt një bashkimi mekanik mes palëve. I rrit aksionet politike apo jo? Po mund të rrit votat, nuk e përjashtoj. Ideja ime, apo teza ime, po thëmë, ka qenë prej që kur së ndodhi kjo historia e përplasjeve brenda PD-s, Berisha në një anë, Bashën në anën tjetër, kjo përplasje që solli në coptimin e Partisë Demokratike dhe dobësimin e saj, unë kam pas të ide në një opozite plurale, që po të institucionalizohet, mos jetë, dhe më thënë, që improvizon në një moment X, se na duhet një kandidati gjitha palëve. Kjo duhet shkojë, dhe më thënë, si një marrëdhënie që zhvillohet mes subjekteve politike opozitare, pra marrëdhënie që fillon të zhvillohet dhe zgjerohet dhe pasurohet dhe forcohet duke ecur, në ecje sipër. Mbajmë parasysh se partitë opozitare me protagoniste Partinë Demokratike kanë prodhuar shumë konflikt, me gjithë shka që, me gjithë archipelagun e partive të vogla rreth e qark. Mos harrojmë se këto lloj betejësh pa sens dhe shpesh herë dhe të pa skrupullta lënë gjurmë. Dhe nuk është e kollajt që kur na vjen vezë, si thot populli, një shprehje, domethënë të hajde të mblidhemi rreth një kandidati. Ti harrojmë ato që kemi thënë për njëri tjetrin pak kohë më parë, ose s'është puna vetëm të ata do mund t'i harrojmë, po opozita plurale që mendoj unë, domethënë, vjen duke u zgjeruar dhe duke u forcuar përmes një marrëdhënie institucionale mes partive që i bashkon
respekti për pozicionet e njëri tjetrit dhe diversiteti. Pra, në ruajtjet e diversitetit, ato gjitha zhvillojnë respektin. Kjo partia e madhe, partia demokratike është e mbushur me skifter politik. Që vetë prodhojnë shpesh, gjithandej vetëm luft, beteja me mbrena llojit, ajo ka kostën e vetë. Zogaj, kam dhe një pyetje të fundit për ta mbyllur edhe diskutimin, jemi në 3 minutat e fundit që na jep edhe koha televizive. Ndërkohë, analiza për zgjedhjet, sipas gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike, shtyhet për në prillin ose majin e vitit 2026. Deri në atë kohë nuk do kemi asnjë ndryshim, e njëjta kupol drejtuese që pati atë rezultat që pati në zgjedhje, me sa duket do shkojë dhe zgjedhjet pjesëme lokale, por deri në prill ose në maj. Kjo mungesa e ripërtëritjes përse, ose kjo shtyrje analizës? Po jo dihet, nuk është e kotë. Unë kam folë kaq shumë sa nuk kam as dëshirë, as zell për të folë për këto tema. Bile paka shumë e kam parashikuar që kështu do ndodhë. Kjo është mos bësh analizë. Mos bësh analiza zgjedhjeve në 2026. Analiza bëhet me një herë. Kush të pengon që të bësh analizë? Gati një vit më pas zgjedhjeve. Paralel me denoncimit e manipulimeve zgjedhore etj. Më kjo është një mënyrë për të mbajtur atë elektoratin e tyre apo ndjekësit e tyre për të mbajtur me gajret, si i themi, sepse të gjitha afatet e zotit Berisha vinë dhe izarohen vazhdimisht. Ja tani për shembull është vjeshta, të gjithë ndoshta po presin që të vijë në Shqipëri një komision faktmbledhës i partive popullore, po them se gjithnjë hedh vetaj për të fituar kohë. Ja të shojnë vinë ato të mbledhin se kanë folë. Institucionet këtu brenda kanë folë, janë bërë anketime, janë bërë rinumrimeve, dhe me thënë është bërë një proces ligjor, si që parashikon kodis zgjedhor në lidhje me zgjedhjet. Duhen tjera, po edhe tjera, por ka një cak, si me thënë, ka një cak sepse duhet konsideru edhe lloji i humbjes, sepse mund të ngrehet shumë pikpyetje kur, si më thënë, humbja është e vogël apo rezultati është rrot me rrot dhe mund të arrish në përfundimin që manipulimet kanë ndryshuar, si më thënë, rezultatin e zgjedhjeve, dhe tjetër gjë është të përballesh me një diferencë kaq të madhe, nga 37.000 vota që ka qenë diferenca e opozitës me Partinë Socialiste 2021, tani është për 250 vota, 250.000 vota, nuk e di. Pra, në kushtet kur interferimet, ndërhyrjet në zgjedhjen 2021, sidomos me bonuse, me ndërtimet nga tërmeti, me punësime, kanë qenë më të mëdha se sa në 2025. Për ta mbyllur, 1 minutë, do kemi një stin politike interesante apo të mërzitshme? Të them drejtën, unë në aspektin e betejës politike mes dy partive kryesore në parlament, apo mes bloqeve, po themi, nuk shoh të mërzitshme. Por kam një intuicion, po them, një parashikim se përtej arenës politike, në atë që është fusha e drejtësisë, do kemi zhvillime. Dhe pra nuk do na lejë drejtësia të mërzitemi shumë me këtë avazin e shumë vjeçar të politikës. Zoga, erdhëm në fund të kësaj interviste. Falenderoj shumë, kënaqësi që të kisha, si e the edhe ti, shpresoj mos kemi një sezon të mërzitshëm politik, drejtësia do ta bëjë të vetën dhe unë besoj të intuita e zotit Zogaj. Erdhëm në fund, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, mos harroni që pas pak do të jenë reklamat, emisioni 3D nga Alban Dudushi, do flitet padyshim për aktualitetin politik dhe jo vetëm edhe çështje të tjera. Shikim të këndshëm të programeve tona.